Andaj istikfari e ka një rrugtim interesant gjatë jetës së vet, sepse besimtari mund kudo që të jetë, mund ta kërkoj faljen dhe të bën istikfar Allahun azza wa jall. Pa fije dyshimi, qoftë rata, apo qoftë ulun, apo qoftë i shtrim, apo qoftë duke pushu, apo qoftë duke punu, apo qoftë duke lexu, apo qoftë duke meditu në vazhdimsi në çfarë do rrethane, në çfarë do situate që gjendet ai e kërkon istikfarin, madje nuk do duhet bëhet vetëm rutinore, por të njëjtën kohë të shoqërohet me një meditim se kujt tipi kërkon falje, atij i cili don, ai i cili nuk jek dorë, ai i cili kur ti u bën ish kujdesur ndaj tij, ai ish kujdesi i tij ndaj teje ishte shumë i madh. Edhe në asnjë rrethon nuk mungoi kujdesi, roja e tij, mburoja e tij për ty ndaj teje në vazhdimsi të ka mbrojt përpara, të ka mbrojt mbrapa, të ka mbrojt pis lartit, ka mbrojt nga poshtë, ka mbrojt anash. Ai është Allahu, ai i cili na don, ai i cili kujdeset për ne, kur ne e shfaqëm këtë dëshirë, këtë vullnet që t'i dorëzohemi atij, që ai të na fal ne, që ai të na mbulon, që ai të na mbroj, që ai të na motivoj, që ai të na lartësoj, ai të na ngrit, ai na ka për dorë. Edhe kur ne shpesh e hekum dorën prej dorës tij, ai prap na nxjerr dorën, edhe nuk lëshon prej dorësh, sepse ai ty don. Ai ty don kur edhe ti habitesh, mashtrohesh, pas joshjeve të kësaj bote. Është i plot fuqishëm. Lutna që kena Allah.